Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show Fol Shqip. Marash, sonte do kemi një intervistë interesante, do kemi edhe reportazh patjetër. Sa po e parkova makinën, miqtë e mi të Fol Shqip Show, ju thash që po vite miku im me hëngër i darkë sonte. Aq mirë e bën bukën ky vend. Restoranti Mitmi. File me biftekën, se i thojmë na, edhe me filen punojna shumë me mish të Australisë. Okej. Kurse ribajnë e kina prej Amerike, shumicën edhe të Argentinë, se kina kështu të kombinume. Zakonisht na mjafton pinceta, po mos jashtë 1 kg 200 gram na vyn pak minimu. Gëzuar me gjithë zoti Rujt edhe shihemi pas pak. Aq shumë kishim probleme me gjuhën shqipe për shkak të zhargoneve, për shkak të folurës, sa nga titrat e televizioneve apo nga ato që i quajnë strisha, po në fakt janë tituj, humbi edhe ë-ja. Mbi 300 prindër në Korë që bërtisnin të mbyllet TikTok. A mendoni se media në Ballkan është e lirë dhe e pavarur? Dgjoj, nuk është kaq e thjesht pavarësia e medias. Ku e kalon kohën tënde të lirë më tepër për shembull, se të shoh vetëm punë, atje në punë, këtu në punë. Për veta, gjen kohën ndonjëherë për veten tënde? Edhe burrin në punë e kam gjetur. Edhe atë ke gjetur në punë. Fol Shqip. Çdo të shtunë, duke filluar nga ora 20:30 në Radio Televizionin 21.